Përshëndetje, sot do të bëjmë ushtrime praktike për pjesëzat. Pjesëzat nuk kanë kuptim leksikor të pambarur, por kuptimi i tyre del nga konteksti ose kuptimi i fjalisë. Do të vish edhe ti? Po, nxito, pra. Po, dhe pra janë pjesëza. Kemi këto lloj pjesëzash. Ja, ku e ke librin para syve? Pjesëza ja është pjesës dëftuese. Këtu shërben për të tërhequr vëmendjen. 2. Sot gjyshi im mbush rrumullak 100 vjeç. Pjesëza rrumullak është saktësuese, shërben për të saktësuar kuptimin e fjalës. 3. Të gjithë i presim me gëzim festën e vitit të ri, sidomos fëmijët. Pjesëza përforcuese sidomos përforcon kuptimin e fjalës fëmijët. Desh uzun me njëri tjetrin. Pjesëza desh është përafruese që jep kuptim të përafërt, jo të saktë të një fjale.